OpenAI kishe marr për të trajnuar me informacione, kishe përdorur artikujt premium të New York Times. Pra, drejta autorit. Pa lejen e New York Times, dhe duke u trajnuar kjo inteligjencë artificiale me metodat e reja të për shembull të financës me informacionet më të fundit të bursës së pra mund të gërmoj dhe mund të marrë informacione kudo sa mund të cënoj edhe të drejtën e autorit. Edhe arrin atë fazën që edhe te ai parashikimi që ishte bër, AI është i bazuar në 6 element që po trajnohet të kodë fundit, që është hacking, është bioweapons, është coding, është robotics, është politics dhe forecasting. Domethënë, forecasting është një nga elementët kryesorë që ndihmon për robotics. Robotics do jetë faza e fundit e inteligjencës artificiale që ne presim, dhe në momentin që arrihet kompletohet faza, sepse edhe duhet ta themi këtë gjë që AI ndahet momentalisht në 4 procese inteligjencë, që është amator, është human pro, domethënë merr aftësitë e një profesionisti të një fushë të caktuar, superhuman dhe superhuman plus. Nëse arrihet të kompletohet faza. Superhuman plus është faza finale e inteligjencës artificiale, që ishte me lusit e OpenAI dhe thonë që kjo fazë pritet të arrijë në fund të vitit 2027. Pra nuk ka ndodhur.